Ashtu si që neve kemi prit gjitha ndeshjet e këtij kampionati, ashtu do presim edhe neshin me Ignatien, sepse në të gjitha 6 neshjet që neve kemi bërë gjatë i kampionatit, 2 në kupë e 4 në kampionat, kemi treguar megjithënë që ndaj Ignatis kemi bërë neshje të bukura, forta, të fuqishme, duke menduar që Ignatia në këto 3 vjet ka qenë ekip elitar në futbollin e Shqipërisë. Megjithatë jemi shumë optimist ne si tifoza, ne si veteran, optimist vetë klubi, edhe kjo ka një arsye shumë domethënëse, për arsye sepse Elbasani sot është final 4, është ai objektiv që ato i vunë vetës në fillim të kampionatit. Ishte në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë, për penaltit që u banë fund, ato janë masane kismetet e lojës futbollit. Por Elbasani objektivi që i pati vend vetës e arriti. Kjo është gjë më kryesore.